Luftë politike ka vlerësuar Ministrja në Detyrë e Ekonomisë Artane Rizvanolli reagimin e Odës Ekonomike të Kosovës dhe të disa bizneseve ndaj liberalizimit të tregut të energjisë. Në një konferencë për media, Rizvanolli tha se protesta e së ajntës është ftuar ndonse përfaqësuesit e OEK-ut dhe të bizneseve morën zotimin nga kryeministri në detyrë se do t'u dalin në ndihmë gjithë atyre që prekën nga ndryshimi. Sipas saj, kërkesa e Odës Ekonomike të Kosovës për shtyrjen e hyrjes në fuqi të vendimit edhe për një vit nuk është zgjidhje. Oda Ekonomike e Kosovës që sot ka vendosur që ta bartë problemin jo veç figurativisht dhe në mediat e qytetarë, po edhe t'i bllokoj rrugët, nuk ka ndërmarr asnjë hap për me i përgatit bizneset. Ata po thonë, mos të pagujnë këta të mëdhejt energjinë që e konsumojnë, të pagujnë ne të gjithë, të pagujnë 99% bizneseve të vogla dhe ne familjet, jep na ne edhe një vetë se do të përgatitemi diçka që nuk e kam bërë të 8 vitet e fundit. Rizvanolli u shpreh po ashtu se ka informacione për presion ndaj bizneseve. Ne kemi dëgjuar se bizneset kanë presion nga Oda Ekonomike e Kosovës për të mos marrë pjesë në takime, për të mos nënshkruar oferta me furnizues dhe për të dalur me protesta. Ministrja në Detyrë e Ekonomisë tha se deri më tash përveç Keskos e Kekut, aktive janë edhe 6 kompani të tjera furnizuese, prej të cilave 5 vetëse i kanë ndarë ofertat me disa biznese. Pikërisht duke dalur kompanitë në treg, lirohen disa prej këtyre kapaciteteve të Kekut që duhet i jepen Keskos, ato dalin në treg, shiten në treg ku të gjithë kanë qasje në to dhe pikërisht në këtë mënyrë rritet konkurenca në treg. Rizvanolli ka paralajmëruar se do të dizajnohen skema përkrahase për eficiencë të energjisë dhe se ato do të adresojnë nevojat e kërkesat e bizneseve. Vendimi i zyrës rregullatorit të energjisë që të gjitha bizneset me mbi 50 punëtor ose me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro të zgjedhin vetë furnizuesit për energji elektrike do të hyjë në fuqi të shtunën më 1 qershor.